Mirë se erdhët në episodin e radhës në Vlora Flet. Sot jemi pranë qytetarëve që çdo muaj përballen me të njëjtin shqetësim. Faturat, drita, ujë, telefon, shpenzime që për shumë familje në Vlorë janë kthyer në një stres të përditshëm. A janë të përballueshme faturat apo po bëhen bar gjithnjë dhe më e rëndë për qytetarët? Për qytetarët apo për individ apo për qytetarët? Për gjithë. Për shtresën e mesme dhe të lartë janë përballueshëm. Për pensionistët edhe të tjerë e fshatarësia gjitha janë pa përballueshme. Cila është fatura? Ja, ilaçe. Mora unë sot 20.000 lekë ilaç. Një ilaç për sy, një ilaç për kolesterol, edhe një ilaç për zemër. Unë me gjithë grua marim 210.000 lekë në muaj ilaç. Pensionin e kemi 282. Ndalemi pak te faturat, janë të shtrenjta? Fatura shumë shtrenjta. Do t'i shikosh. Flasim për faturat e energjisë elektrike, për faturat e ujit. Ai thot që faturat e energjisë elektrike u ashtu ullën, qarur njësoj. Kush është ajo faturë që i rëndon më shumë xhepat e qytetarëve? Te pensionistët rëndojnë ilaçet. Lere ushqime, se ushqimet e tjera nuk shikon pensionistit të marrë mishin e ato e gjitha. Nuk i arritën dot t'i marrë. Si arritën dot t'i marrë. Pensionisti blen çdo ditë e blen me para. Shqyr që mbahen nga fëmija që kanë jashtë, kurse me këta që janë këtu e kanë shumë të vështirë. Ndalemi pak te fatura e energjisë elektrike tani me që jemi dhe në dimër. Është rritur me çfarë ngrohtë? Shiko, si në dimër bahar unë jetoj në fshat. Edhe unë jetoj ngrohe me dru. Nuk e energjinë elektrike vetëm për objektet familjare për brenda. Ngrojen? Me kalimin e kohës, është rritur konsumi? Unë flasë për vetën time, unë një konsum ka pasur. Si në dimër dhe në bahar. E njëjta gjë. E kishin 14 ata, tash e kanë çuar 11 a 12. E njëjta gjë. Është për ne pensionistë është pa përballueshme, edhe për shtesën e varfër poshtë, që është e përballueshme, njerëzit janë me përkraje, me punë, me gjithë, me shumë shtresa. Janë shumë e përballueshme. Sa shpenzime në muaj paguani për fatura? Tashti, për drita, për ujë, për telefon. Unë pagoj, ja sot i kam paguar dita. Do t'i shikosh gjitha faturat, t'i ndjes dita. Kam paguar 49.000 lekë drita. Kam paguar ujtë, s'kishte kësa radhje, kishte edhe faturën 7.700 lekë. Ashtu, kam paguar 15.000 lekë. Atën telefonin, llogaritë tash. Kam paguar edhe 18.000 lekë. Kjo e voçkla këtu, llogaritë sa bëjnë 90.000 lekë gjitha. Ndërkohë pensioni? Pensioni me gjithë grua marim 207.000 lekë. Tashi, do marim atë. Nuk qasemi dot, ta marim frutin. Do marim njëri, do lere frutin, se arrisim dot. Ta ka për shumë gjëra nuk e arrisim dot me pension. Të na rrojnë fëmija, që kemi andeja, pa me këta këtu e shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Unë jam këtu, kam shtëpinë këtu në Vlorë, edhe nuk jetoj dot po të këtu. Vetëm 2 pletë jemi, se fëmijët i kemi largu. Se nuk e përballojmë dot këtu. Se ne 2 plejt, po të rrim këtu, duam pak fare 600.000. Llogaritë e ti pension 207.000 lekë.
Qarë më ngellet, qarë më bëllë, qarë bëme. Edhe kështu detyrojmë, ikim në fshat, ngrojmë me zjarë atje, dojnë 100.000 lek të ngrojsh me ngrojt brëndshme këtu në qytet, dojnë 100.000 lek të ngrojsh. E ngrojmë në fshat, me zjarë atje. Sa të përballueshme janë nga qytetarët? Kemi vështirësi. Përballueshme janë faturat nga qytetarët. Shiko, unë jam një qikë më mirë nga shoqet e mia, po ato ankohen shumë, edhe unë, po më shumë ri dhe në Itali, se Itali, dhe vete shpesh, edhe ri në një muaj, kështu që e kam pak më të lehtë, po nuk përballohen dot, e vërteta. Cila është ajo faturë që i vret më shumë qytetarët? Me shtrejta, me papërballueshme? Po dritat janë, se dritat ne pleqeria, sidomos, ndezim që se si jemi dhe në punë, pa ato që janë në punë në darkë, më lidhen. Ne ndezim grojen të shi, qysh si të bëjmë? Vjen fatura, ajo gjitonia ime ka 2 mbesa, ajo, unë pagova, tha ajo, 80.000 lek drita. Ua, këtë radhë, sepse ato mbajnë atë ndezur, kondicionerin. Unë se mbaj, unë kam një të vogël, e ullam atje, paguaj 20.000 lek dhe unë në muaj. Çfarë janë ato faturat që i paguani çdo muaj? Drita, ujë, interneti, se ne kemi fëmijë jashtë dhe duhet të flasim me WhatsApp, interneti dhe televizori. Interneti 12.000 lek, televizori 6.500 ka ardhur mua fatura këtë radhë. Interneti 12, kurse televizori 10, janë 22.000 lek, janë shumë për neve, ne marrim shumë pak pension. Pastaj, Sa shkojnë në total? në total ja 60-70.000 lek të gjitha, se me drita, ujë, gazin që gatuajmë. Me rrogën mesatare, e cila është 400.000 lek, dhe me pensionet që marrin mosha e tretë. Jo, po s'janë vetëm faturat, se ka gjitha ato halle, po ushqimi, po gjitha ato probleme. Të gjitha me lek zgjidhen, me qa do zgjidhen. Ku tha ajo 80.000 lek pagova këtë radhë, tha shumë. Dhe aq pak, tha, se 100.000 lek pagova herën e kaluar, tha, se mbajnë kondicionerin ndezur, ditë natë. Jo, në kurse një qik nga gazi, nga korenti, po prap, argjon. 200.000 lek pension marrën, qa do bëjmë me ato? Mos kemi fëmijët që të na ndihmojnë, ne rim pa ngrënë. Se ilaçet, ato që merre me rimbursim nuk bëjnë fare njerë, po ato do t'i blesh të tjerat që vlejnë. E rëndojnë xhepin E rëndojnë shumë, e rëndojnë. Ja, dua të bëj një sy e bëra kataraktin në Itali, se kam dokumenta italiane, pa lek e bëra. Po syri tjetër, 500.000 lek kërkojnë. Privati, se shteti, vajta në shtet më qoj vajza. Tha nuk kemi lente, kushe di kur vinë. Tani unë shikoj do të mirë nga një sy. Jam e detyruar? Jam. Kush do më ndihmoj vajzat? Se unë me 200.000 lek s'më dalë vetëm për të ngrënë dhe për të paguar faturat. Ajo varet nga ekonomia e çdo familjeje. Për një qytetar mesatar. Mesatar të përballueshme janë faturat, çka kanë. Ai sa argjon do paguash. E mira është jenë më të ulta, fitim kanë qytetarët. A është rritur konsumi? Detyrimisht, po çmimet janë shumë të larta. Edhe prandaj ka pak kënaqësi nga njerëzit. Sa shkojnë këto shpenzimet e faturave në një muaj për një familje? Po varet sa argjon. Sipas sa vete deri, për shembull, dritat nena vend deri në Numri familjar, po vedete, 50.000 lek. për person. 50.000 lek. Vjetra në muaj. Sa më? Për person, 200.000 lek të vjetra për person. Them pa vjetër të gjitha. Po më veti është se ne do ta paraloj atë si na vjen.
nuk diskutohet më që njeriu do mirë e më mirë, po ne do ta përballojmë ashtu siç na vjen, se janë krahët tonë ata. Po punoj njeriu, ndjehet mirë dhe është i lumtur dhe ron më mirë. Kështu që nuk janë të gjithë. Jetojnë me punë. Në xhepat e qytetarëve paraja është me punë. Nuk ka punë, nuk ka para. Me një pension mesatar dhe me një rrogë mesatare në Shqipëri, në qytetin. Po të vështirë ka. Të vështirë se si sa se çmimet në përgjithësi janë shumë të larta të konsumit të përditshëm. Ushqimet bazë, ushqimet tani me ngrohje me të gjitha. Detyrimisht. Vete shumë lartë. Nëse do ngrohesh me korrent, me rezistenca, me shu, apo me kondicioneri të grinë. Kështu që është vështirë ta përballosh. Ekonomia është e dobët. Trotë. Në përgjithësi, populli në popullsi ka shumë fukarallëk. Themi atë që është. Pavarësisht se ne duam të lavdërojmë, bëjmë është bërë punë, nuk themi nga ky shtet është bërë punë. Bravo i qoftë Edi Ramës, sidomos në infrastrukturë. Por edhe në probleme të tjera ka burri. Megjithatë, çmimet nuk varen nga qeveria. S'ka çfarë të bëj. Se nuk ndërhyn dot deri në të vërë tavan apo diçka të tillë. Por të balancohet me ngritjen e pensioneve? Po, detyrimisht. Megjithatë përpjekje ka, për pensionet ka shumë ankesa. Ka shumë ankesa sepse nuk është vendosur si duhet. Është lënë në minimum. Pensionisti është pothuajse i braktisur. Për mendimin tim. Sidomos pensioni fshatit është shumë i ulët. Zonat rurale ka shumë të vështira, aty nuk i dalin për ilaçe, nuk i dalin për një kafe. Megjithatë, këto janë gjëra të sigurimit shoqërore, se s'ka dhe pagesa, nuk ka, sidomos këto kompanit, janë shumë, si të themi, gënjeshtare, do ta quajmë me gjuhën e thjeshtë popullit. Nuk i deklarojnë punonjësit, nuk u deklarojnë rrogat, i jep gjysmën e rrogës në zarf në dorë, gjysmën e jep në bankë, për mos paguar sigurime të larta, për mos siguruar pension. Detyrimisht edhe sigurimet shoqërore na si çfarë do bëjnë në kurriz i dalin pensione. Rinia ka ikur, nuk ka të punësuar, nuk detyrimisht që bie pagesa në sigurimet shoqërore, nuk ka forcë ekonomike ajo të përballojë ngritjen e pensioneve apo këto. Megjithatë, qeveria paguon nga xhepi i saj sigurimet shoqërore për të plotësuar defektet që janë aty. Edhe detyrimisht, por duhet në pensione duhet se zbën. Faturat, sa të përballueshme janë nga qytetarët? Faturat e dritave? Po, varet nga harxhimi. Nuk po të punosh me korrent të vetë shtrenjtë. Unë punoj me gaz. Patjetër, po a i rëndojnë këto xhepat e qytetarëve? A janë më të larta se duhet për një pension mesatar dhe një rrogë mesatare? Jo, asnjëherë njeriu nuk kënaqet. Pse? Rinia po ikën. Jashtë nuk punon më për Shqipërinë që të kontriboj këtu. Dakor, do vejmë ke kjo punë. Po nuk u ndalua emigrimi, kjo rrjedhje e rinisë, mos prit të rritje rrogash. Si tjetë Edi Rama, si tjetë Sali Berisha, s'kan që bëjnë. 500.000 lek do marrësh në muaj. Edhe Sali u po të vijë 500.000, edhe Edi Rama 500.000, rroga minimale. Mesatarisht për juve, çmimet e faturave, sa shkon në një muaj? Po varet thash, unë punoj me gaz, po punoj me drita vete 50.000 lek. A është e përballueshme kjo për xhepin tuaj? Unë e përballoj, dashi me kursim. Me kursim. Po të punosh me gaz, rregullohet. Po punoj me korrent, unë për shembull dushin, nuk e vën punë. Edhe gazi një faturë për të paguar është apo? Po nuk të vret shumë. 2 herë mush gazin unë 3.000 lekë, atje përballoj me gaz. Po me korrent është luks. Për
me dushin, unë e vë vetëm kur lahen, nuk e vë ujtë ngrot ta kem 24 orë, po ta vësh 24 orë të 60.000. Më kupton të i varet nga harxhimi. Jemi larg nga vendet europiane, le të thënë. As flitet fare, lere tash. Edhe do vej më keq kjo punë, kush do që tjetë, sepse ka ik rinia, kontributat, nga do dalë pensioni për shembull. Po s'kontribuaj rinia punon për Gjermanin. Në Gjermani merr 2.000 euro ai. Këtu japin 500 euro në muaj. Qa do bëq? Nuk është se po të ndrojnë qeverit, do bëhet më mirë. 500.000 jep Saliu, 500.000 jep Edi Rama. Dakord? Këto faturat e tjera përveç energjisë elektrike, ujë, telefon. Uji nuk më vret, uji ishte 12.000 lekë paguaj, 11.200, nuk të vret është. Korrenti ishte kryesorja, po punoj me korrent, po le dushin 24 orë në punë, të vetë është rinjt, është luksaj. E kur lahesh ati, edhe kaq. Pyetje nga televizioni. Faturat. Jemi Bluja i Vlorës. Bluja. Faturat. Sa të përballueshme janë nga shqyrësia? Po të pjesh për ne pensionistës që jatë përballueshme. Kthej përgjigje. Për të tjerët varet nga të ardha që kanë. Ne kemi çik të vështirë. Mesatarisht në muaj, sa shkojnë fatura? Duke i përmbledhur gjithë faturat. Jo më pak se 120. Me drita, me ujë, me internet, telefon. Në internet, në telefon, do thosh janë takëme, po janë të domosdoshme për elpeci. Duhem të komunikoj me njerëzit jashtë, me fëmijët kemi. Tani jemi dhe në stilin e dimrit. Energjia elektrike rritet fatura? Rritet. Qofse më behar paguaj 30, ashtë sot paguaj 58. Mesatarisht me pensionet ose rrogat mesatare që janë në Shqipëri, sa të përballueshme? Kjo shifër që sta? Kjo shifër sot është gjithë një sakrifikon ato të domosdoshme për të paguar këto. Faturat, sa të përballueshme janë nga qytetarët? Cilat fatura? Përmbledhin të gjitha, drita, ujë, internet. Nuk janë shumë të përballueshme. Janë kushtueshme. Jemi dhe në dimër, Po. Janë, qatë themun, janë katastrofike. Me një pension mesatar dhe Asë që flitet fare. Faturat, sa të përballueshme janë nga qytetarët? Aq të përballueshme janë edhe nga njerë, janë fiks, që marrim 900.000 lekë pension. Sa ju shkon shpenzimi faturave? Sa shkon, të shkoj të ngrojemi, do bëj, të 100. Po, Pensionin? 120. Llogaritë e isha shi, që hiqni ju të vafrit me ne pleqt. Fëmijët tanë me ne, heqin llatarën, sikur s'kemi punuar ne. Ne kemi punuar të rjetën të vafrit. Në një qytetar jeton vetëm për të paguar fatura. Po për çfarë? Pensioni vetë për atë punë është. Për të ngrënë pastaj, po pata fëmijë do mendojnë, s'pata, hajde mos tyje. Po sa të meruar janë ca pleqëri më i bi. Në rastin e pensionistëve që ndihmojnë fëmijët. Ta. Po në rastin e një të ri që ka një rrogë mesatare. Më keq akoma. Sepse i riu ka dhe jetën e tia. Po mund të linë nesë, mund martohet, bëhet me fëmijë. Mund mos ketë shtëpi me qila, për i bretësh punat keqe në nakote zjasi. Me këtë jetë që po bëjmë ne në këtë periudhë për i bretë, nuk them se ne kemi pasur edhe jetën e par fare, me enverin e me... Nuk them se ishte e mirë, për i bretë ishte. Po të pak ne dinim do venë marim atë 2500, e do të llogarisim, kurse tani ku? Iri u njerës ku të punojnë në ratë parë, po pastaj. Faturat, sa të përballueshme janë nga qytetarët? Qitë fatura? Përfshirë gjitha, energji elektrike, ujë, telefon. Si buka që hamë që kemi në dyqan, është edhe drita, edhe taksat, edhe elektriku, edhe gjitha. Të përballueshme, çfarë harxhon, e paguaj. Për një familje,
Sa shkojnë këto mesatarisht në muaj për juve? Për mua shkojnë deri në 60.000 lekë dhe përballoj se marrën nga një pension të mirë me plakën nga 350-700.000 lekë. Mbase nuk janë mjaftueshme. Por i shtrim këmbët sa kemi organi. Mundojni kurselin në vetë? Mundojmë dashi nuk marr këpucë të mira. As këtë nuk e marr të mirë, e marr të gabi. Ti do e vajzë apo ky djalë apo për të rinjt me një rrogë mestatare është e përballueshme? Të rinjt më shumë pinë kafe, se sa rrinë dhe 50% hanë e pinë në kurrish të prindërve pensionistë. Faturat, sa të përballueshme janë nga shteti? Të përballueshme, nuk i përballojmë dot. Nuk përballohen. Për një familje mesatare, të gjitha faturat të përmbledhura, drita, ujë, telefon. Sa bëjnë? 100.000 leka. E pak të fare. Pensioni 150. Qytetarët duhet të jetojnë vetëm për paguar Me 50.000 leka. Për pak ilaçe. Gjë tjetër nuk na mbet. Për ushqim s'na mbetet. Fare. Janë rritur faturat me kalimin e kohës? Faturat aty janë odi. Skandal, nuk kam keq. Të gjithë spionët që punojnë lart e poshtë janë taksat që na fusin në fatura. Kaq. Të gjitha faturat e një muaji, duke i përmbledhur. Po. Sa shkojnë? Sa u do qefi atyre, edhe s'ke ku trokatësh. Sa ju shkojnë juve? Po unë kam tjetër hesap. Se me atë pension që marr unë, do kurse se s'bën. Të përballueshme janë nga qytetarët. Llogarit tek muaj pari, 130.000 lekë të vjetra, paguaj drita, ujë, ato nuk përballohen. Pensioni ndërkohë sa është? 130.000 lekë është pensioni i gjithë. Llogarit është i ti. Qa do ha? Qa do vete të shoku apo të miku? S'ka. Miru pafshi. Faturat janë detyrim, por qytetarët kërkojnë drejtësi dhe përballueshmëri, sepse jeta nuk duhet të jetë garë mes pagesës. Vlora flet dhe sot foli për faturat që rëndojnë çdo familje.